Tani, gjëja që duhet të na bëj bashkë të gjithëve është ngjyra e bukur e plazhit. Nuk kam bërë asnjë ditë plazh. Unë personalisht. Dhe ke marrë pak fare ngjyrë. Do shikosh mua tani që kam marrë më shumë se ty ngjyrë. Edhe unë nuk kam bërë plazh fare. Po si e nxirr ti? Po pra, si jam nxirën. Ju e dini shumë mirë që unë nuk përdor këto kimikatet absolutisht. Në diell e kam 100% të ndaluar, sidomos mbas radioterapisë që kam bërë. Kështu që nuk është vetëm për mua, është për të gjitha ne, rrezet e diellit janë shumë të forta. Sidomos me moshën, më duket sikur plakemi më shumë, plaket më shumë fytyra. Kështu që në një eveniment, në një darkë që kemi familjare, edhe duan të duken ato këmbë të bukura, të nxira, përdorim disa produkte që nuk janë mbrojtës nga dielli, duhet ta sqarojmë, nuk përdoren për të kur vemi në plazh dhe duhet jemi shumë të kujdesme sepse këto lëshojnë pak shenjë të rrobat. Kështu që ne duhet ta lëm pak kohë që ta thith lëkura, edhe të lyhemi sa më pak, sepse po i sqarojmë ingredientët që do përdorim. Pra do të përgatisim një nxirës natyral për trupin. Dhe kemi kakao, kemi vajin e kokosit, opsionale mund të përdorim dhe kafe ose dhe vaj ulliri. Tani, me këtë vajin e ullirit duhet jemi shumë të kujdesme në një fest familjare para dite, absolutisht se na lëtë njolla. Unë jam më shumë të vaj kokosit, sepse ka dhe atë SPF-n 5% edhe na mbron pak na dielli. Kakao është me butë se kafe, por ajo ta vendosin vetë si duan të nxjihen. Kështu që do ishte më pak e rrezikshme për rrobat, për njollat që mund të lërë. Kurse vaj kokosit nuk lë as shenjë, përthiset më mirë nga lëkura. Ka dhe përqindje uji, kështu që nuk është vetëm 100% vajor. Ja ku jemi, do bëjmë pak atëre. Do hedhim kakao. Ja ta hap kështu këtë. Do hedhim një lugë të vogël vaj kokosi, edhe një lugë të vogël vaj ulliri. Tani, kjo do krijohet si pastë. Nuk duhet ta bëjmë shumë të lëngshme, sepse na rrëshket pastaj. Shko si u bë kjo, Niki? Do përsëri pak kokos? Unë do preferoja të hidhni pak ujë në fakt, se sa vaj, që ta zbut pak ngjyrën. Shiko sa ngjyrë e bukur u bë kjo. Tani, ne e precizuam edhe po e precizoj prap, që kjo është thjesht për të dukur bukur në një darkë, në një fest familjare, vetëm jo për ta përdorur çdo ditë, edhe ta përdorim si... Shumë vajza dhe gra, kemi përdorur vazhdimisht her pas here kur kemi shkuar në plazh, kemi marrë vaj karote, vaj ara, kemi përzier dhe kemi përdorur që ne të nxjehemi sa më shumë. Mirë po, sipas mjekëve, duhet gjithmonë të përdorim SPF-n. Gjithmonë një SPF përpara se të aplikojmë vajin ton nxirës, në mënyrë që të mos rrezikojmë, kurse si këto vajra nuk janë mbrojtëse të lëkurës, gjithmonë duke u rekomanduar nga mjeku. Ta shikosh, Niki, kam marrë si ngjyrë. Kokos kakao. Kokos kakao dhe pak vaj ulliri. Lëkura është e butë, sepse është e butë në vaj. Kakao sigurisht që dhe na ushqen atë lëkurën, jep këtë ngjyrën. Shiko, jam pak me nxirë. Vjen dhe një aromë me letë kakaoje. Si ato kremat bashkë me kokosin. Buro kakao, me gjallë kakao. Tani, kur të përgatitet, do të përgatitet një masë goxha më e madhe, që do të aplikohet në... Sigurisht. Do t'ju lutesha zonjave ta bëjnë sa më të lëngshme, që mos të ngjitet shumë, dhe kur ta aplikojnë pastaj me një furçë do ishte më mirë, dhe me një karpecet ose një peshqir, të thithin atë pjesën e tepërt, që mos na bëhen këto veshje të rrobat pis. Qartë. Ose mund të mbulohen pastaj dhe bryllat apo këto të duarve. Këto se mos ngelen shenja. Jo, nuk ngelen shenja, sepse kjo, jo, është shumë natyrale. Nganjëherë ngelen shenja me atë kremin autobronzant që ka në tregje, sepse ai nuk e shikon
kur e lye. Për fytyrën mund të aplikohet në fytyrë, apo mund të përdoret Tani, si unë një formë? truk që do të regoja për fytyrën, këtë zakonisht e përdor për të dhënë më shumë jetë mollzave. Sepse bëhet tamam si një kështu, ta tregon mollzat më të theksuara, mos përdorësh atë lashin, bronzatin, e kupton? Përdor këtë edhe ngelet më shumë sepse e thith dhe lëkura dhe ka një rezultat. Kurse për fytyrën nuk do sugjeroja ta përdorim, se Tu ka filluar që të mpikset masa e maskës tjetër, që bë me kastravec majdanose dhe aloe vera, kur kjo thahet, mund ta bëni një shtresë pak më të trash, kur kjo thahet më pas do të prihet kështu, se ato krepat që ne kemi vendosur të pjekura, do t'i vendosni një gotë për t'i dhënë formën e gjysmëhënës dhe më pas në poshtyve, në gjendje. Ne kemi luksin se përveç se shpjegojmë maskat edhe i tregojmë, ne i provojmë pas emisionit, kështu që një rrugë e dy punë. Një rrugë e dy punë. Mirë, të dyja do t'i gjeni në të përsëritura, do t'i jenë me video përkatëse në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Aty i gjejmë edhe rubrikat e tjera, edhe përgatitjet e tjera në rubrikën tonë Bëj e Vet, që vjen her pas here. Do kisha dëshirë që her pas here të na sugjerojnë dhe ndonjë ide ose çfarë kanë dëshirë që ne të tregojmë, të demonstrojmë. Shumë zonja më pyesin, sidomos një nga problematikat është këto njollat e kafe tani në verë, kështu që ne munduar sadopak që... Të cilat duan mbrojtje. Po, duan mbrojtje dhe të jemi pak me ato këshillat tona dhe themi gjithmonë që nuk ka rezultat të menjëhershëm. Absolutisht. Rezultati është shumë i ngadalë, por që ngelet. Bukur. Pikërisht për të vazhduar këtë idenë e mbrojtjes së lëkurës, fytyrës, po edhe të trupit, aq më tepër tani që gjithë ky organi i madh i trupit tonë është më i ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, vjen më pas dermatologja jon Irena Savo për të na treguar diçka më tepër rreth këtij kujdesi në mënyrë profesionale, se si duhet të, le themi, reagojmë ne ndaj djegjeve apo si janë këto trajtimet tani në verë të lejueshme apo të palejueshme, për ato që zgjedhin të bëjnë trajtime të ndryshme estetike në fytyrën e tyre apo në trupin e tyre dhe aq më tepër për të mbrojtur kryesisht tek nishanët, që është një kujdes më special. Ju pres pas pak në këtë bisedë. Faleminderit Stella. Faleminderit juve.